Gjilanas për pak do të nisë ky duel dhe në këtë moment vetë se ka filluar të parë me topin lojtarët San Marinez, të cilët përsonte korneri parë minutën e 20, harkimi nga Lima, i goditja 1-0. Realizon Kemelo Nguena. Goli i tij parë në Evropë për dritën si vjet. Një ekzekutim shumë i bukur i Kemelo Nguenas. Futbollisti Limaj. Harkimi nga Ovuka, një mundësi dhe 2-0. Realizon sërish Kemelo Nguena. I gjindshëm në zonë dhe i ftoht akull në ekzekutim Kemelo Nguena. Ovuka. Ja më tutje Ovuka. Bukur mes tre kundërshtarëve depërton dhe penalti. 11 metrësh për dritën. Arbëmanaj dhe 3-0. 100% i sakt nga tentimet nga penalti Arbëmanaj. Drita në Evropë si vjet. Limaj me gjuajtjen devijim dhe Nardi ka ndërhyre, më pas nuk ka arritur pasi Artur e ka shënuar golin e 4 për dritën në prekjen e parë të topit realizon Mike Artur. Goli i tij parë në Europë si vjet. I buzëqeshur tinejgjeri ganez, i lumtur për këtë gol të realizuar në prekjen e parë. Nguena. Depërton Nguena, fiton metra përpara, ndërkohë e hap lojën te Artur, i cili ngadali afrohet zonës kundërshtare. Harkimi mjaft i mirë, Manaj 5-0. Arbëmanaj me një gol tjetër, i lumtur për realizimin e dytë personal të tij, me buzëqeshur në fytyrë dhe me dedikimin që e bën për Manajt, më pas përmes Artur dhe më pas Manaj e shënoi edhe golin e 5. Këtu vjen vështrima e fundit e gjyqtarit për ndeshjen e sotme. Drita i gëzohet një triumfi tjetër në Europë dhe e kalon këtë